Po, apo egzagjerojnë pak këto mediat dhe politike? Po, shumë. Pse flesh shumë? Them shumë se pse ne jemi pak. Tha për atë, për krajet sociale që janë to pak familje që mojnë nima, mos gaboj që 700 veta? Po, 700 veta. Kur janë 70.000. Këto ranë vetë në fjallë të vetë mbrapa dhe u bo buje mua mbo dhe shumë kompani shqiptare, ka shumë kompani shqiptare që paguajnë shumë taksa. Mi fjallë që këta 700 familje nuk e në gjë. Pse si tonë edhe sa familje shqiptare, sa biznesmen të sukseshëm shqiptare ka ato që kanë lavazha, kanë restoranda, në përzone shtrejta. Kanë bar kafe, ndërtimi, kanë papa, kanë klaba, shumë të sukseshëm. Një nga to është vllai im që është milioner. Po, a ka shqiptar që i merren në pisliqe? Po, pra ka. Ka i pakica vogël që nuk kanë dokumentat, shkretin dhe bëjnë nga halli. Edhe mu po të ma ish pasaportën në shëtësim, edhe unë si të bëjmë pjesë atë që zdro. Sepse shteti anglisht duhet i japi vizë që të punoj. Kjo lepër me dyshiru, sepse ka edhe mënyra tjera, jo vetëm droga. Po ku të shkuaj, unë sa marrë do të punë, si kompani nuk e marrë do të punë atë. Se unë po të marrë punë atë, unë haj gjobë.